Shkodra deri në Saran. Cila është marrëdhënia jote me Edi Ramën? Unë edhe para një jave Sali Berisha më akuzoi prapë që shkrimet e mia i bën Edi Rama, por unë e kam takuar njërë në tokë edhe njërë në ajër. Një në tokë dhe një në ajër? Po, kemi usuar nga Vjena në Tiranë, rastisëm, edhe i thash mos na ka vënë në një bombë, jo, më tha mua ty të mbron NATO, tha. Edhe i risluar, edhe ndori palësi. Të cilën viti e takuar? 2016. Do ishe kryeminist turizmi. Po, edhe mbaj mend që po lexonte, i kisha në krah, te vuri një palë syza rumbullake dhe unë i thash me shaka se atëherë nëna vet ishte gjallë, ja ke marrë anetës dhe mbaj mend mbrapa me. Çipe, ë? Po, mbrapa me ishte i risluar rasti që për çuditim me prekut e supit, thash mos i fol kryeministri ashtu. Imagjino servilizëm edhe lart në ajër. I risin e dua se kam bazë pedagoge, kështu që është e vetë. Dhe ajo në tokë, se prit tregove në ajër, po në tokë? Në tokë në Londër, në vitin 95, ishim të një shtëpi një fotografe shqiptaro-britanike, dhe ishim disa njerëz pa lidhje, po që ishim shqiptar. Një prej këtyre ishte Edi Rama që kishte nga Parisi. Në cilin vit? 95. 95. Ky është rasti i parë. Po hanim drek dhe mbaruam dhe ulën gjithë secili dhe thot e zonjë e shtëpisë mund të çosh të lash pjatën sepse nuk jenë në Shqipëri diçka e tillë. Mbaj mend që u ndjen në sikletë, u çua dhe e lau. Po. Ke parasysh se të gjithë mbaruam dhe do lajm se nuk është si Big Brother që u lajon pjatat të gjithë. Se ti e le? Po, dhe unë jetën time s'kam larë një pjatë se isha fëmija i vogël. Aty i lava më. Po, doja të mos pija alkool. Tani imagjinoj se si mund të kesh larë. Ishte shtëpia më Dembele, po më ishte thonë që ka akoma më shtëpi më Dembele. Tani më thuaj 3 cilësitë më të mira të Edi Ramës dhe 3 cilësitë që ti s'ja pëlqen. E para njerë ka filluar periudhën e delirimit dhe me çfarë shoh nuk dëgjoj më njerë. Ishte bërë ekspert i arkitekturës, i artit, i politikës, i pushtetit lokal, i gjithçka. Dhe njihet kjo, besoj se ti ke analizuar më mirë liderët politik, kështu që ai ishte drejt ai ishte me dron tani, nuk s'para. Me dron, ëh? Po. Por më pëlqen kësaj radhe fushata ka gjetur fabul të bukur. Për bufin? Kalla 4. Për bufin 1 dhe çohet që në orën 8 të mëngjesit flet me njerëzit dhe kontrollova ka sile një ditë Facebookun e Lulit, të Salës, të Gjermet, ka diferencë shumë më. Është ndër të parë që çohet edhe ka. Po jo dhe shikueshmëria. Po, është një nga dhe ka lënë pa punë edhe blogerët. Mbaj mend kam qenë në një lokal afër Leskovikut, nuk po e zë emrin, pra si reklame, dhe sapo e kishin hapur, dhe u them si me shaka që, ore, gjeni anën e Edi Ramës, tua promovoj, bëj një video. Këto dhe, unë da thash fjallën dhe ika, dhe kthem mbas një viti, gjej lokalin plot. Dhe më bëri përshtypje, i them, qa ka bërë vaki? Ore, tha, na ndori Edi Rama lokalin në Facebooku në vetë, dhe të besoj, tha, një impakt i frikshëm. Pra, edhe në aspektin social, edhe kulturor, edhe promovus, ka rrjete sociale. Edhe plan të mira dhe të këqija të Rama, se nuk i renditë me numra, po... E keqja më e madhe është që ka prodhuar 3 qeveri hajdute, dhe debati më i madh në zgjedhjet e 11 majit është ne do kemi përballë 2 skuadra. E ke parasysh konkursin me Pavlina Manin, me shkakti më shpejti. Ne kemi Për gjithë ata që nuk e dinë se për shkak të moshës, se në mosha ime, moshë Bledi dhe mend, Pavlina Mani aktore e madhe kishte një emision për fëmijë ditë diel në RTS, sakt shpejt bukur dhe 2 skuadra përballë njëra tjetrës me lojra, me pyetje, me quizze. Është fëmijëria jonë. Po, jemi rritur me fëmijëria kulturuar. Pa TikTok, po u bëm këta qemi. Dhe kemi përballë në 11 maj, kë do votoni? Pyetja, hajdutët apo vrasit? Pra kemi një parti që ka... Kush janë hajdutët? Socialistët, pra kemi partistët e Partia Demokratike, ke Sali Berishën dhe Fatmir Mediun, apo jo, kemi një, domethënë, kemi një parti socialiste që ka bërë namin në vjedhje të parave dhe fondeve publike, kemi dhe një parti demokratike që ende s'ka kërkuar falje për krimet kundër njerëzimit që ka bërë. Pra, kjo do jetë dilema e madhe 11 majit. Kam simpati për Belindën, jo sepse kërceu të dielën, hajde moj fjera keja, por
ta mendosh që Belinda vjen nga një ish familje bloku, që u masakruan pasaj në internim, dhe jeta e saj në emigracion, dhe shikoj është një femër energjike të paktën në punët publike, po lë gjurmë. Me atë shpejtësinë e breshkës, por të paktën duke menduar që... Si përgjigjesh atyre që atë që ndodhi Erion Velis lidhet me zonjën Balluku? Tani na doli që ai pseudonimi Nesi Angonit nuk ishte i Belindës. Po i kujt ishte? Ishte produkti i vetë Spakut, kështu që nejse të jemi koshient, lufta brenda llojit është lufta më e poshtër. Në PS ndodh kjo? Ti shiko Tiranën, fushat elektorale, nuk po bën njeri me PD-n. Po si po bën? Me njëri tjetri? Po patjetër. E di si tha Armonela Felaj? Po pyet Erion Braçi. Jo, shoh që jemi tha motracimin fushat. Po ta përmendje. Ata janë kështu të hanë të gjallë një tjetrin edhe për një votë. Ata zihen pse ke vajtur ti te lokali i lagjes time. Sa e bukur kjo, a? Po. I di Rama këto, i di shoku... Po të thash pra, ai shikon me dron tani dhe kënaqet, e ke parasysh? Po të kush Ciklopi e shikonte, te Odiseja më duket, njerëzit në dera, u kthyen në dera se s'po më kujtohet tani nga mitologjia. Te Odiseja. Po ke parasysh dhe kënaqësia është kur... Ka një ministër që t'je vlerëson e spikat pozitivisht? Ky i mbrojtjes më është dukur paragjykojnë në fillim për moshën, po e shikoj që është një... Jo, i ka një karrierë teknike shumë të mirë. Ministri i jashtëm për shembull, Igli? Mos gaboj, vllai i Erbanit. Edhe vetë ka qenë gazetar. Po e shikoj që është një njerëz që punon pa atë zhurmën tipike promovuese dhe i shkon diplomacia. Është një djalë zotni, do thoshe, se burr ndoshta ministrin e brendshëm nuk e di vëlla, kur zgjohet nga gjumi na njoftoni. Sa therës që je, sa therë. Ministri i financave se kemi dëgjuar. Më pëlqen ministri i drejtësisë, pavarësisht sulmeve të forta që ka marrë. Më pëlqen sepse un kam eksperjenca të lidhura me prokurorët, pafund, se kam qenë dhe 3 në burg. Edhe nuk është ai prokurori. Po, jo, në raport me... Edhe kanë qenë 1 muaj dhe 4 muaj, po kur mendoj këta të tjerë që futen e nuk dalin, ajo pasaporta ime falca më bën krenar për të cilin jam akuzuar. E shikoj që ka dalë nga Suaza prokurori dhe është një njeri që të paktën edhe raporti me gazetarët. E ka shumë të mirë. Po, e ke vënë edhe? Jo, unë e njoh personalisht, Ogeta është një burokrate domosdoshme në atë qeveri, ditë dhe kopësisi punët. Albana më surprizoi kësaj radhe, sepse ka marrë një ministri e cila është e frikshme, jo vetëm nga emri, por edhe nga skandalet që ka prodhuar dhe shqyqyr zoti... Pse të ka surprizuar? Dëgjoj, gjeti një ministri me skandalin e pacientëve të tumoreve, e ke parasysh? Gjeti një ministri me një urgjencë që ishte përuruar dhe ishte djegur transformatore, nuk e di që ishte bërë, dhe është një vajzë që, po ta vëshre, Edi 1, Belinda 2, Ogerta 3, Albana 4, Gonxhe 5, tjetër kush është, janë dora e vjetër e bashkisë legjendare të Edi Ramës. Dhe me këta e nisi karrierën politike dhe me një pjesë për këtyre do ta përfundoj. Pra, janë njerëzit më të besuar të Ramës, njerëzit që bëri revolucionin në Tiranë. Bashkë. Po. Edhe Lali Erin e vlerësojmë pavarësisht se ku ndjen tani, po për punët e mira që ka bërë, por atë që ka bërë Bashkia e Ramës në vitet 2000, ti ke qenë gazetar atëherë dhe shikoj që kjo gjë nuk vjen diskutim. Nga një Tiranë gri e frikshme, e mbamën se ti ku ishe në Amerikë. Jo, më kjo s'ka në mes Tiranës, se harroj ishe në Amerikë dhe unë jam kthyer kur kthehesha një herë me aeroplan, edhe duke e ke parasysh që vinte rreth Tiranës, nuk e di çfarë fluturimi ishte, Alitalia mos gaboj, dhe Tirana duke si një pulë e rrjepur, ke parasysh dhe nga larg. Ishte një ose sidomos po të vije natën, shikoje ishuj drita, ishte ca drita këtu, pastaj një rrugë që ishte pa drita. Një semafor. Ku kam parë unë në Amerikë semafor që ishin me zë, tani kalojnë njerëzit, tani kalojnë makinat. Me këtë intervistë do thonë Rolandi e ble, na pagoi Rama Sorosi. Po. Tani, cili ministër nuk duhet ta kishte? Më ka mbetur mendja sinqerisht njeriu që nuk tha gjysmë llafe për arrestimin e Erion Veliajt. Mazniku? Kam bërë një status më burneshu tregua Çilieta Xhilaka se sa Mazniku. Duhet ta bënte. Patjetër, në fund të Bashkëpunëtorin më ditës. javë.
te neve Klod Lalësi që luan me kallash te shtëpia, gjithë secili bëri një status, e morën në telefon. Pa diskutim. Unë kam bërë status, e kam marrë në telefon, e kam takuar dhe e kam domethënë një lloj suporti moral se domethënë kjo ishte. Më duket një frikacak si djalë, nuk e di, mund të jetë produktiv, po që kush është ky? Angjëlli. Pse u shërua Angjëlli? Po shërua, po tha, thotë, se e them me kështu me ironik, tha më duket. Por ca thonë që ishte fshehur, ca thonë. Ja, ishte spital, tha kryeministri nuk mund gënjej kryeministri për atë gjë, tani të lutem. Më ka surprizuar Gonxha njëkohësisht, është ministri që E kisha në intervistë, po aty, ku ke qenë ti? po para, po pas Para Gjingjon. Gjingjon. Po shkon duhet ta dezinfektoj. Gonxha më ka pëlqyer një herë sepse e sulmonte Jeta Shqep, ky portali i diet nga këto gjavënësit, dhe ky që replikonte. Dhe më pëlqeu sepse po prisja reagimin, e kishe faktuar,